E nuk ka më kohë, vjen vërshëllima e fundit, Tirana ka fituar. Tirana siguron mbijetesën në biznes superiore, pa patur nevojë për të tjera gjëra. E kjo fal fitores në Selman Stërmasin ndaj Vllaznisë, e cila e mbylli ndeshjen me 9 futbollistë. Goli i Rafael me penallti, siguruar që në të 15 minutë i dha suksesin e rrallës skuadrës Orges Shejt, që vijon të kalojë prej javësh një situatë pozitive. Një ndeshje e cila ka nisur me një ceremoni për mbylljen e karrierës së asistentit Ergin Dota, i cili prej vitesh ka qenë edhe me stemën e FIFA-s, ndërsa është nderuar nga presidenti i shoqatës së arbitrave dhe vëzhguesve Tahir Kasrati, e ish arbitri ndërkombëtar Bujar Pregja, i cili ishte në rolin e delegatit të Federatës Shqiptare të Futbollit në atë ndeshje. Tirana ka këmbgulur që në fillim, ndërsa në të 7 minutë Alvarez provon nga goditja dënimit, por topi devijohet në këndore. Pas 2 minutash, Tirana flirton me golin, veç se Pols largon rrezikun pas gjuajtjes së Halilit. Dhe vjen shansi i art për bardhëblut, kjo me penalltinë e dhënë nga gjyqtari Kresnik Sjapi, të cilën e ka kthyer në gol Rafael. Vllaznia zgjohet, ndërsa provon në të 18 minutë, por pa rezultat. Në të 26 minutë, Kuqeblut ka pretenduar për penallti, por më parë ishte dhënë pozicion jashtëroje. Tirana ndërton kundër sulmit dhe Tapekua e ka gjetur golin e dytë në të 37 minutë, por në pozicion jashtëroje. Dhe një tjetër shans për Rafael në të parën minutë shtesë, por i pashfrytzuar dhe pjesa e parë mbyllet me avantazhin minimal të bardhëbluve. Vllaznia në pjesën e dytë ka hyrë ndryshe në fushën e lojës, ndërsa ka provuar në të 51 minutë, por shënjesa nuk është e duhura. Për herë të dytë në këtë ndeshje, Vllaznia pretendon për penallti, kjo në të 60 minutë, por gjyqtari Sjapi më parë kishte dhënë faull në sulm pas ndërhyrjes së balait. Tensionohet situata, ndërsa Bajrami ka marrë kartonin e verdhë për shtyrjen e njërit prej fëmijëve që mbajnë topat anash fushësh. Megjithatë, tenton edhe një herë Dodaj kjo në të 79 minutë dhe Beka i pret. Vllaznia humbet qetësinë, ndërsa Mala është i pari që merr kartonin e kuq për shkodranët. Vazhdojnë minutat e turbullta të kuqebluve, teksa në fund ndëshkohet me karton të kuq dhe Bajrami dhe në vërshëllimin e fundit të Kresnik Sjapit 1-0 për Tiranën, në një fitore më shumë se sa të rëndësishme.